Në krah të drejtuesit të fushatës që ka mbërritur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Chris Lasivita, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha, hapi fushatën elektorale për zgjedhjet politike të 11 majit, përmes së cilave synon të rikthejë opozitën në pushtet. Lasivita ideoi skenën në sheshin Nën Tereza dhe formatin e prezantimit të garuesve, një model që pa zgjedhur edhe për hapjen e fushatës së presidentit të SBA-s, Trump. Wow. Fantastic. Kush është gati ta bëjë Shqipërinë madhështore sërish? Në vitin 2024 në Shtetet e Bashkuara, socialistët u përpoqën të fusnin në burg Donald Trump. Donald Trump nuk u dorëzua, ata dështuan. Në vitin 2025, këtu në Shqipëri, socialistët duan të fusin në burg gjithë opozitën e tyre. Edhe këtu do të dështojnë. Pse? Sepse nuk mund të mbrojnë dot bilancin e 12 viteve të fundit, 12 vite krim, 12 vite drogë, më shumë se 1 milion shqiptar janë larguar nga vendi dhe 12 vite dështim ekonomik. Pse të votoni partinë që i krijoi të gjitha këto probleme? Votoni për Dr. Berishën. Berisha tha se rikthimi i tij i tretë nuk ka si synim pushtetin, por shpëtimi si kundërthat të azhjesimit të PD-s nga Rama, si kundër të vendit që shpopullohet çdo ditë. Nuk e din ti se ti vjedh gjithë ditën, po forca e burrit matet, fuqia e një burri matet, me dashurinë dhe pasionin që ka ai për të ndihmuar shoqërinë, kombin, vendin e tij. Kryedemokrati tha se vjen para shqiptarëve me kartën e moralit, si dhe të politikanit të pakorruptuar. Dhe ti u që i bëre me lakejt e tu, treguar se Sali Berisha del sot para shqiptarve si politikani më i pastër që ka njohur Shqipëria dhe me gjërë. Shpresplon se çdo antar i PD-s do të jetë aktiv në këtë fushatë për të garantuar fitoren e zgjedhjeve. Berisha ftoi që në hapje të fushatës demokratët të kremtojnë, por në këtë shesh fitoren e pritshme në 11 maj.